Falëndrimi absolut i takon vetëm Allahut Madhërisht, vetëm atë e lutim dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salati dhe salami mbi krijesën më të mirë, më të përgjithshme, më të drejtë sallallahu alaihi wasallam për njerëzve, i cili një ditë prej ditëve, si çdo herë i ishte kput trupi dhe kishte ndru jetë për të mirën e këtij ummeti sallallahu alaihi wasallam. Në shumë prej rasteve Allahu e kishte këshilluar dhe kishte drejtuar dhe kishte rekomanduar Muhamedit alayhi salatu wassalam, sikur askush më parë me një të dërguar të Allahut që mos bese kime e smu vetëm prej keqës se nuk udhëzohen njerëzit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj secili musliman dhe secili hoxh dhe secili imam e kena për obligim me pas hise. E kena për obligim si musliman me pas hise prej brengës dhe gajles që kishte Muhamedi alayhi salatu wasallam për njerëzin përgjithësi dhe për muslimanin në veçanti. E kishte vizitu një ditë për ditëve një shok të vetin, sahabi i pejgamberit alayhi salatu wasallam, djali i ri, në disa transmetime kishte qenë i pamartum, ama djali takva, djali i devotshëm. Ai tha Muhamedi alayhi salatu wasallam, "Kayfa asbaht?" Si e zgju? Qysh je? Interesoi për atë çka kishin mendi sahabët. Tha sahabiu i tha pejgamberit alayhi salatu wasallam, "Asbahtu jam zgju mëngjes, wa ka'anni anzuru ila arshi rabbi." Sikur po e shoh arshin e Zotit tënd. Ata Muhamedi alayhi salatu wasallam tha, "Wa inna li qawlin haqiqa." Çdo fjalë që e thotë ka hakikatin e vet. E ka bindjen e vet, e ka realitetin e vet. A është e vërtetë kjo? Ka thonë po Allah. Sikur me pa arshin e Allahut. Sikur me pa arshin e Allahut. Dhe kështu ishin ata të përgjithshëm. Kështu ishin ata të përgjithshëm dhe i mësoi Muhamedi alayhi salatu wasallam me thënë inna li qawlin li kulli qawlin haqiqatun. Çdo fjalë që e themi në këtu ka hakikatin e vet. Dita kiametit. E cila është dukat. Nata e vorët. E cila është dukat. Do të na shpalos krejt neve. Do të na shpalos krejt neve realitetin e fjalëve që i themi. Realitetin e fjalëve që i themi. Këtu. Prandaj Muhamedi alayhi salatu wasallam, Kur'ani fizik është i vërtetë. Në më i vërtetë se dielli që është në mesditë. Dhe më e vërtetë se është ditë e xhumasut. Kur'ani fizik dhe dita e kiametit janë të vërteta dhe kërkojnë prej neve seriozitetin më të lartë dhe përgjegjësinë më të lartë kur e themi fjalën. Dhe duhet me na udhëzojnë njerëzit. Dhe duhet me na udhëzojnë të vërteta. Dhe duhet me qenë përshirshëm me njerëzit. Dhe duhet me qenë prej atyre me pas hise nga ajo që kishte Muhamedi alayhi salatu wasallam, fala tadhhab nafsaka alayhim hasarat. Dhe kur asnjëherë mos e smuj veten me shkatru për ata, ama kishte pas sallallahu alaihi wasallam. Cila është hakikati, realiteti i fjalëve tona? Sa bartim përgjithësina si musliman në fjalën dhe mesazhin dhe imanin dhe të vërtetën që e bartim na. Sa është realitet kjo? Sa e kena imanin e madh? Sa është imani jon i madh? Sa e besojna për një me Allahun na? Sa e besojna për një me Rasulullahin alayhi salatu wasalam? Dhe sa na jemi të respektueshëm me zveti apo ndoshta e kemi islamin hobi. Vallahi do të na ardhmorë edhe për hobi kur flasim, se ka njerëz për hobi që kanë vdek, edhe vdesin hala për hobin e vet. Ka njerëz për hobin e vet janë shumë sinqert. Njohin njerëz. Ai hobi si çon kukur hiç, ai hobi e ka. Edhe çmon dikush djersën e vet dhe mundin e vet të shkon në Mont Everest. Ka ndryhet Mont Everest. Po nasi musliman, nasi zosa dijes. Nasi njerëz për që pretendojnë se e batim hakun. Vazhra besojnë nëse ne me neve këtu tash në zemrën tonë e kemi hakun në të cilin ishte Rasulullah alayhi salam. Unë di që thoni po. Apo? A kemi na? Çat hak që kishte Rasulullah alayhi salam. Apo thënë na që kena? Apo thënë na që kena çat hak që kishte Abu Bakr as-Siddiq dhe Umar ibn Khattabi dhe Uthman ibn Ali radiyallahu anhum ajma'in. Apo e kena çat? Po pse s'po dinë ata me përhap? Pse s'po dinë me respektu? Pse s'po dinë me qenë sinqert? Pse s'po dinë ata me ardh vakt? Pse s'po dinë me çmunë një tjetrin? Pse s'po dinë me respektu dhe me pas mendimin e mirë për një tjetrin? Dhe pse themi fjalë më të mëdha se vetë që jena? Pse themi fjalë që janë më të mëdha se vetë neve që jemi? Qase Muhamedi alayhis salam me këtë hadith ka dashur të tregu sahabijut, ani be shokiem, ani be djaliri, që vallahi ka qenë takvaj. Dhe Muhamedi alayhis salam ka dashur të tregu ilzem dhalik, që ndron këta,
sikur me pa arshin Allahut. Aq i bindur që ka qenë, iman i fort. Dhe një numër i madh sahabëve kanë qenë kështu. Tjetri ka thonë, inni la ajidu rihaha min duni Uhud, janë di erën xhenetit me Uhud. Tjetri sikur me pa kiametin, tjetri si me pa arshin Allahut, tjetri si me qenë Firdaus. S'kan pas problema të këta. E kanë ndjerë. Mirë, po këto njerëz kanë qenë atë serioz. Dhe kur asnjëherë nuk kanë ndjek fjalë boshe. Nuk kanë ndjek fjalë boshe dhe kanë qenë të respektueshëm dhe e kanë ditë çdo marhala, çdo periudhë ku kanë jetuar dhe kanë dëgjuar pejgamberin alayhis salam. Kanë ndaruar me zvetin gara, në vepra të mira. I ka mësuar Muhamedi alayhis salam me garu në gara të veprave të mira. Dhe nuk bëhesh me gjithë ummet dhe popull dhe gjenerat dhe shok që kanë ndaruar me garë të ndershme më shumë se ata. Radiallahu anhum ajma'in. Krejt ata me zveti kanë ndaru garat më të larta, më të mëdha në botë për vepra të mira. Gara në të gjitha llojet e veprave, qoftë në namaznate, qoftë në dhikr, qoftë në sejdë, qoftë në ndihmes, qoftë me shku te shtëpia me asus punë njerëzve. Sikur që e dini rastin që khalifet e muslimanëve sikur Abu Bakr dhe Omeri radiallahu anhuma kanë qenë ngaruesit më të mëdhej në vepra të mira. Dhe kur duke qenë khalife e muslimanëve Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, transmetohet se gjatë natës kur i ka sos punë të khilafetit krejt në aterin e madh të Medinës se nuk ka pas drita, ka shkuar ka gjetë një lokë muslimane e cila ka qenë e paralizuar dhe nuk ka pas kush ja pastron teshat asaj dhe kush ja bën bukën. Ka shkuar ka gjetë dhe ka shku, ja ka ndresh ushqimin, ja ka lënë teshat, ja ka rregulluar shtëpinë dhe është kthyer në shtëpia vet. Dhe Umar ibn Khattabi si zakonisht ata janë shpionu, po nuk janë shpionu sikur që shpionohen shumë prej muslimanëve sot. Nuk janë shpionu kështu. Duke shikuar vëllon e vet se a thua e bën ai gjinat, a thu ta zon dikon ata gabim ku e ka. Jo, po kanë ngaruar vepra të mira me pasë vëllau vet çka është apo cilën vepër është e boki. Dhe Abu Bekri përcillet nga ana Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu hap pas hapi derisa e gjen dhe fillon me çao thot laqad at'abta man ba'daka ya khalifat al-muslimin wa khalifa al-muslimin kimi lota brafatia. Kush mësoi Umar ibn Khattabin se Omeri do të më bë sikur Abu Bekri. Shikoni të sahabët ka qenë një fik i cili nuk është sot. Sot nuk mëna me gjithë. Sahabët e ka mësuar nga pejgamberi alayhis salam. Kur të fillosh me bën një punë, qoftë si person ti, po qoftë edhe ti nëse e zaventson imamin që e ke më herët, hoxhën që e ke më herët, mësuesin që e ke më herët, nëse e zaventson, duhesh me zaventson krejt punë. Kjo ka qenë nafile. Po ju nuk mundi me gjithë asnjë sahabi i cili ka thonë në atë kohë apo të thotë sahabiu në atë kohë, kjo sunet është më shumë interesant. Jo, bras, nuk ka shans kështu. Menja nuk i ka shku sahabiu se kjo është sunet është. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, kur ka shku me pastru teshat asaj lokës, kur ka shku me pastru ata, kur ka shku me ndreq bukën asaj, sikur në telefon se ka vetë dika me thonë, kam halal mu vetë mu matë lokën, këtë fikun e thatë, të ftohtë të kohë sudit, të qeltë, të kalpë, ma i keshin dunja që është në kohë e sudit. Ja pas ka vetë kështu. Se s'kan qenë sahabët kështu. Vallahi s'kan qenë sahabët kështu. Kjo është beni izraelizmi i kohës sotit, që për hapat në kohën e sotit këni ndëgju ju, a synet namazin natës të mu mledhë muslimat, a kjo synet? E marin gjavabin të dhe kiametit të njësë. Dhe Umar ibn Khattabi shkon e përcjen se këto kanë qenë përgjithshëm. Kur e ka pa, është nalë, është ullë, Umar ibn Khattabi ka njësh me kajt. Ka njësh me kajt dhe ka thonë, e të abte me mba'dek, o khalife, o Abu Bakr, po kemi lodhë më rapa, gjithë ditën ka pas punë tjera, në fund, i ka metoj e puna asë e lokës, se ka harru ata. Qka mundi me thonë në kohën e sotit qifti jonë, edhe neve? Dhe gjithë muhakikat, dhe gjithë ata që merren me takhrij, dhe gjithë ata që merren me fatva, dhe gjithë që merren me shumë sende, që lasht arsyeja jonë. Nuk e pat zhyrën e Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. As Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dhe ata e kishin kuptuar se feja islame nuk është fe e bus palum lukut, mi palu bus. Në feja islame nuk është unë tash me kajt para juve këtu më tregue, au sa ta gvabe ishtë hoxha subhanallah be, au qka i shkon. Ja bre s'është kjo. As me kajt në këtu, as më tranu në këtu, as filma me bë këtu. Jo, ama kanë pas dekë dhe titër. Dhe kur një fjalë të madhe se kanë thonë ata, me e madhe se vetë. Me e madhe se ajo qka duhet me bë dhe qka vujnë me bë ata, jo se kanë bë. O dhe zërë,
A keni lezu besirën? Apo nëse se keni lezu sirën, sigur të keni pa, mos bëmi tash bus palum, sigur të keni pa filmin Messenger. E keni pa sigur. E keni në mendjen e juve ajo se si ka kalu 13 vjet muslimani në Mekë. 13 vjet si ka kalu muslimani. Si ja kishin rujt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam syt sahabët. Syt ja ka rujt, syt ja ka rujt, jo bus. Syt ja ka rujt. Ku është ky respekt se unë e di që asnjë hoxh i dunjas nuk mund të bezaventsuat fikë respektin apo respektin që është, se fikë respekt fjalë e madhe, respektin që është ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hejbetin, në arabisht hejbet. Hejbet ka pas. Asnjëri s'mund të bezaventsu, por as duhet me aktu xhamatin e kohën e sodit edhe me ditë se në momentin që hoxha po fol fjalë më të mëdha se sa duhet, mi thon hoxha lalu be pak se shumë fjalë të mëdha të thon. Asnjë sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk u provokon nga ana e mushrikëve që ai me bë se ende që s'duhet me bë. Asnjë sahabiu nuk i shkoi media se Muhamedi alayhis salam është duke u friguar. Jo, sa është i pari, sallallahu alaihi wasallam. Dhe këta kishin qenë bartës të davetit, bartës të thirrjes. Këta sahabët radiallahu anhum, gjatë historisë krejt, çdo mushriki asaj kohe e kishte ndjenjë ngrohtësinë e imanit prej muslimanit, po prej inatit dikush kishin folë fjalë nxehsa normal. Ama e kishin ndjenjë ata këtë ngrohtësi të imanit. Dhe Muhamedi alayhis salam dhe sahabët ja kishin dhënë çdo mushriku atë smujën që e ka në zemraj, ja kishin dhënë kundër të asaj. Dhe nuk kishin bë vepra të hapave, dhe nuk kishin bë vepra të gabimeve, dhe nuk kishin bë vepra jashtë itatit Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam. Po Allahu xhalla xhelalu bile edhe Muhamedi alayhis salam pas më ditë ka vanuar shpatin me një fjalë që s'ka thonë insha Allah. Kur mushrikët ardh dhe kanë pyet për trëngjarit e surës Kahf, Muhamedi alayhis salam ka thonë nesër, hajdeni. Nuk ka thonë insha Allah. Allahu e ka edukuar Muhamedin alayhis salam, e kuptojmë tash vëllezër sa kena nevojë për edukim. Ama për hir të Allahut ju luti. Mos e pranoni fen e bus palum llokut. Çka feja mi palu bus? Një fak. Me kajt para juve këtu, një fak është. Me kajt para juve këtu, një fak është. Nuk është qëllimi me kajt. Nuk është qëllimi me qajt. Nuk është qëllimi me ushit, unë këtu më trim se ju. Nuk është qëllimi këtu, unë me thanë fjallë që më dha shumë populiste. Sikur që është e njohur sot politik. To populistat jo mbledhin votat njerëzve me një fjalë të madhe dhe shkojnë, po na musliman. Se qëllimi i hoxhës nuk është me mbledh vota. Qëllimi i xhamis nuk është me mbledh vota. Qëllimi i xhamis nuk është aktrimi. Qëllimi i xhamis është njerëzit me bota takva me shku ka Allahu xhela xhelalu dhe më përcjell këtë fjalë, këtë fet Allahu xhela xhelalu. Na si musliman e kena për obligim me qenë njerëzit më respektabil, njerëzit më nxitës, më magnet në botë. Njerëzit që mujnë me na dash më shumë ti njerëzit në botë neve. A jena kështu? S'po jena kështu. Realitet që s'jena kështu, bez vetes s'jena kështu. Njerëz që ja dojnë njëri tjetrin të mirën më shumë ti. Njerëz që ja dojnë botës të mirën më shumë ti të udhëzohen njerëzit për hir të Allahut. A jena kështu? Apo ndoshta garojna me pa njëri tjetrin keq. Wallahi, ditën që muslimani garon dhe mundohet me pa vllaun e vet keq, le të fare namaz natës si doje, wallahi se ka kabullat namaz. Allah i madh, po. E di që Allah i madh. Fjalë e madhe kjo. Wallahi se ka kabullat. Le të fare sunet sa doje, le të paroj bu sa doje, le të kaje sa doje. Ditën që gëzohesh me të keqen e vllaut tan. Ditën që ti hulumton dhe sërxban. Ditën që me mizëvirllëkun tant muslimani të kujtohet me hije në profil dikujna dhe me përcjell çka bani, me ka foli, si folish. A diti me fol mirë, ditën që dërgon me një xhami tjetër me shiku se sa xhamati ka dhe me përcjell llafe dhe me çu llafe e tjera, s'ka kabullat, harrojat mundi. Musliman jena, po më afër nifakut. Musliman po më afër nifakut. Hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Allahu xhelal ka thënë, ata atë ditë ishin më afër kufrit se imanit. O vëllazër, a di për ka thonë? Vetëm se sahabët kishin nga pas plaçkas. Hum, subhanallah. A e kuptojmë ta? Feja e buspalum lëkut. Thot ti e falë namaz natë, ama urrej vllajën tanë. Falë namaz natë, ama hulumtoj vllajën tanë. Falë namaz natë, ama të ki ziliti për ata. Kaj para xhamatit, tranotu kajt. Fal fjalë të mdha shumë xhamatit hije llugave, ti të shtëpia i mshel telefonat pastaj hu për shkëti çdukesh i mshel likat, i mshel krejt. Keq çdukesh krejt. E nxi xhamatin po, ama vet të shtëpia e rahat. Kjo është feja e bus palimllokut, feja e nifakut, feja e rias. Që ka zonë shumë,
ka zonë shumë rajë në umet. Është thellu shumë vëllezër. Prandaj, nëse bëhemi kështu, ma mirë mos më po hoq. Ma mirë është mos më shtirë se nga të ullëzum. Ma jo ullëzimin tanë, falë namazin, barë një muslimani mirë, haqë këtë shpia. Mos e shetë si hak, ta se nuk o kjo hak. Valloj nuk o hak. Kjo devim. Nuk kuptohet shufeja Allahut. Dhe unë e kom përmenë se Aisha radiallahu anha, thot në përbeteja këna shkuj, këna ka burat i këna qitë anash. A kini pove, o vëzër, në telefon me thime se habesh me thonë, a kam halal, hoqin derum, a kam halal me ka për 2 ore, unë me qitë atje. Na qanë të la vetë, që si dhe pytje. Na qanë të la vetë. Këta fëm bizë mërës plast. Pa i të keqit e thomë. Sot pyte që na bahën, me qitë li umë në jo kalzue, pyetësori kalzon shumë, ne ti që zdi njerëzit. Po kjo kalzon shumë, 50% të pyetjeve që na bëhen janë pyetje që mundohen njerëzit me në nxjerr fatvar. Po krishterët e jehudit çepet janë? Krishterët e jehudit kanë deviju prej asaj se tu ja hollue priftit vet atë pyetjen, tu ja hollue, tu janë nxjerr fatvar. E janë nxjerr fatvar. Ma kish leju hoxha mua. Apo heja ti nasë ki hoxha jonë edhe janë. Subhanallah. Hoxha s'mund me leju kur gjahëj. S'ka në fejt diçka që hoxha ta ka leju, jo. Që më pyetje të llojit, diklindja është ndalume, e dija ta ketë, po vetëm një foto a bën në hoxha. Po ç'është ajo foto një kaçorë është? Ç'është ajo foto hoxha s'm ta bëj halal ti. S'mund të ta bëj. Nuk mund. Dhe se ende tjera plot me fenë Allahut që i kemi. Vëllazër, na nuk është më madhru Allahu xhalla xhelaluhu për një pjesë të veprave tona që vina në xhami e kena prezant Allahun. Ama për një pjesë të veprave mas shpinës çka bëjnë për njëri tjetrin, sikur mos më kanë gjallë Allahu hiç hesab se bëna. Ja kështu. Atëherë, hum lil kufri yawma idhin aqrabu minhum lil iman. Do të kishmi qenë më afër kufrit se imanit. Subhanallah. Është pretikohet në kohën e sotit se sa më shumë ibadet, sa më shumë safat që në sabah, fotografitë ju e dini në Ramazan, çish po dalin tash, krejt, po pretendohet kjo pjesa se tash nuk ka mas Ramazanit që. Ja kës. Imani i sahabeve është vërejt këtu. Te pjesa e dashurisë për njëri tjetrin që kanë pasur. Te pjesa e dashurisë bile edhe për mushrikun se do me udhëzu për një merë. Sahabiu nuk ka lanë vepër që duhet me ba për babën e vetë më udhëzu që se ka ba. Për nanën e vetë. Nuk ka lanë vepër. E ti një e Buhurejra, nana e vetë 1 vjetë së shbo muslimane. Mushrike. Po e Buhurejra nuk ka thonë, abe mushrike s'merë veshti. Ajde së zbedoa për ti kur. 1 vjetë se ka nalë lutjen për nanën e vetë. Mas 1 vjetë tëkër, vjen nana e vetë. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. 1 vjet doan se ka nal hiç. Nana vetë se ka pranuar Islamin. Mushrike. Adhuruse e lloj Zotit atje. Por këto sahabe nuk janë dalë. Jo sikur sot. Na'udhu billah në kohën e sotit. Me po njëri tjetrin sot. Ka njerëzi kur e shohin kolegën e vet, haj Zotit. Do që trigacak. Që ku është i ndoj llafët? Që ku është e ndroj fetvan? Që ku është e bani këta? S'ban lutje për këta, sikur që ka po më herë, se ban këta, e ban ata. Subhanallah. Wallahi, kjo është një fere. Që kanë thonë të në Novoverci, po, Novoverci, që kjo Novoverci është. Sa feja e sahabëve. Ja. Pandaj sahabët, radiallahu anhum, Hasan Basria, tabiin, kur kanë thonë, me pas dalë sahabët sot, e këshin pove se kibrën e keni. Këta e kanë thonë atë kohë, sot. Wallahi dijeni se Benu Israilet ku kanë deviju për kësaj. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë se nuk e bëjnë një hap ata ju e keni bën jetë. Nuk futen në birën e hardhucës, vetëm se do të futeni edhe ju në birën e hardhucës. Duhet patjetër mi hap syt dhe më kthye se vallahi, se vapin dhe xhenetin e Allahut nëse do me fitue, është qefi jot kur ti e shef vllahun tan mirë. Dëshira e flakt me pa mirë dikan. Dëshira e flakt. A mund me paramendue, qysh e sheh Allahu një person i cili 1 vjet apo 2 vjet lutet që filoni më udhëzue. Ku e kena na lutjen? A kena në repertoarin tonë të lutjeve, në përzgjedhjen tonë të lutjeve, lutje për vëllezër musliman. Si ka mundësi unë më lut për një vëllai musliman, a bazili me pas. A bashkohem këto. Kënej dua, për një faka për kjo, kënej, o Zot, inshallah thikat ma shpine, inshallah, o Zot, inshallah. Ku shkojmë me këto? Çka sheh Allahu të zemra jonë? Këto sahabe radiallahu anhum, e kishin mësuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
këtë pjesën se duhet me qenë sinqert dhe s'ka një fak, s'ka hipokrizi. Kur të bëmi musliman, bëmi për një me musliman. Ata njerëzit subhanallahu dhe mëkati kur e kanë thënë e bëna ja Rasulullah, e bëna. Nuk thënë sikur sot. Po, ama shumë pika filoni e ka faj. Subhanallah, filoni. Ti be ki faj, na kina faj. Unë e kam faj. Unë e kom bëja Rasulullah. Andaj Ka'b ibn Malik radiallahu anhu në ngjarjen e njohur që në Tebuk nuk ka shkue, ka qenë sinqert. I ka thonë ja Rasulullah, unë muj me rrejnë sikur ta që kanë rrejnë. Ta munafika që për të rrejnë. Unë jam poet, dunjaja mi e muë. Po unë s'ka me të rrejnë, ka me thanë sigurt, unë nuk kom ardhë mas të jemë mashtroj dunjaja mbeta. Ka mujtë me nëzirë. Emma ente, i ka thonë për Ameri sasëm, për ti, mësi e thotë vërtetën, për ta tërpi Allahut, përgjigjën e pendimin. Dhe edhe pak 50 ditëve. Mu një me paravenduhe. 50 ditë si ka folë, fëmija i vetë, gruja i vetë, medinje si ka folë, heq, kërkur si ka folë. Kjo është tërbije. Po si nuk i shkej me endja me njëherë bëndë me arbikun ke. Po si nuk i shkej me endja me njëherë kitë që kanë t'i zbulon më katët e tjere të muslimanve. Ka'b ibn Malik. Do të shkej shej që cikës teme, s'ka qikave si ka folë. Shkej shej që grus teme, s'ka si ka folë kush. As njëri si ka folë. 40 plus 10 ditë, 50 ditë. Pse? Se kanë dëgjuar urdhën e Allahut, urdhën e pejgamberit, urdhën e emirit të muslimanëve. Urdhën e emirit të muslimanëve nuk e kanë dëgjuar. Nuk ka shkuar. Wa 'ala ath-thalathati alladhina khulifu. Dhe Allahu xhalla wa ala përmendi. Ta dhe pendimin u pranova pas 50 ditëve ata të cilët kishin mbret, nuk kishin ardhur luftën e Tebukut. Hatta idha daqat alehim al-ard. Derisa ju ngushtu bota atyre. Bota ju ngushtu krejt. Po si be këta njerëzi nuk thanë, po filanin ma men filan vitin ja ki fali Rasulullah. Po thanë kështu. Filanin e ka përcejve kështu, filanin, s'thanë kështu. As njani i dërzun krejt. 100%. Dhe kur erdhe urdhni Allahut, knishën e vetë, ja e pësa abirë, lish do filan se Allahut të ka falë. Në të regon, fe islame se cili du të me pague për fjallë të mdha që i ka thonë. Për gabimin që i ka po, du të me pague. E ki po gabimin, ta ma sikur në ushtri, 50 pompa, 100, në kodër me shkue, paguje mirë. Subhanallah në kohën e sotit, kër e dëmën një vla musliman, në njerë ajtjetë e thotë, hestëna, lejat budalën, leje se budalën se smërvesh, hestëna, unë të lejtë. Ku ka dhe kështu? Po dhe se s'ka kështu, asë mafia shlëk, asë sokak, asë kërkun, asë në kufër, asë iman, asë në shirka, kërkun s'ka kështu, hiq, s'ka kësi feje. S'ka kështu. Në gjithë s'ka në botë ka rënë. S'ka kështu kërkun. Nuk lejohet kjo, hiq, asë njerë dhe se kanë ba sahabët. Nuk më një me gjithë kjo sahabi që thot, leja ato. Nuk ka kështu. Si cili ka pagujt për gabimin e vetë. Dhe nderësh me pagu për gabimin të. Nderësh. Se na njerëzina. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam luftën e Bedrit. E ndëzon duke kajt, duke qa, miqën e vetë, plak, duke qa, se e kanë shtogu shumë durt. Dhe zgjumë si se. Po se në mërguzimin i thonë sahabëve shkëni zgjidhen. Dhe shohin sahabët e vërejnë që nuk është mirë. Dhe se thënë, ja Rasulullah, a ki për miqëna? Po, për miqën e kam. Nuk thot shkojni prap, shkojni a zgjidhin. Fa na amanu me thënë dhe ka zonë gjumi, thot filloj me gërhat. Uratu sallallahu alaihi wasallam. S'ka be dush me pagu, dush me pagu për gjithë çka gabime çka i bëna. Do të me pagu. Dhe kur asnjëherë sallallahu alaihi wasallam nuk tha fjalë të mëdha populiste. Nuk tha fjalë të mëdha sallallahu alaihi wasallam. Allahu nëse ka thonë po, i ka përhapur usos. Po nuk ka thonë fjalë të mëdha asnjëherë. Prandaj duhet më mushme një herë për gjithmonë me kuptu këtë fetë Allahut seriozisht. Mos bëmi si Ben Israel. Se ata nuk u bërën Ben Israel se gjenetika i shegu boti. Ja, s'është punë gjenetike kjo. Po, është kuptimi i fesë Allahut subhanahu wa taala në publik të tërsend, pas shpine të tërsend, dhe urimi apo kur dia uron tjetrin të keqën. Kjo është ka kufri të quh. Kjo është kufr, naudhu billah. Kufr, po kufr është. Nja uru të keqën, nja dash të keqën. Ja, subhanallah. Se kur që iman është, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam, për imanit më të madh është nja dash të vllaut tana që do për veti. La yu'minu ahadukum s'ka besu asë njëri për juve, men la yu'minu jarahu, bawa'iqahu, kojshia i vetë nëse nuk u rahat për ti. Men salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi, musliman të jenë rahat për gjuhës edhe dorës ati. Kjo është realiteti i fesë islame.
Kështu është feja islame. Nuk është feja islame me bustë të palume, as me lot, as me vajtim, as me tranim, nuk o kështu, as njëherë. Shumica e lutjeve sot u kanë bon në Facebook, shumica e istighfarave në Facebook, në më urin e Facebook i krejti këtë feja, ka dalë, subhanallah. Nëse ti mund është me shferdzu, ki halal me shferdzu me komuniku, po feja islame nuk është me kështu. Në momentin që rrjetet sociale dhe jeta e përditshme dhe jeta moderne, na merr neve përpara po çajo është që ka tentuar dikush dhe tenton dikush me të bëjë çfarë. Ti je musliman subhanallah. Ne jemi musliman subhanallah. Edhe nëse gabon muslimani din me ndrejt gabimin. Sahabët kanë gabu, kanë ditë me ndrejt gabimin. Sahabët kanë gabu, kanë ditë me ndrejt gabimin. Sot nuk po di me ndrejt. Tu dash me ndrejt e prish namazi. Tu dash me ndrejt e prish namazi. Andaj duhet patjetër mi hap syt, e të jemi serioz dhe mos me thon fjalë të bëj. Sepse fjala të kap. A di më vëllazë se këtë fe islame. Unë e di që e dini, keni dëgjuar. Ëndrën si ëndrën nuk guxon ja tregu njerit, as nuk guxon me ta shpjegoj dikush se ndodh ashtu. A e dini këtë? Një pjesë e di, një pjesë e di. Nuk ka lidhje. Kjo është fe islame. Prandaj nuk guxon me secilin njerë mushel. As nuk guxon me secilin njerë këto sende mi përmend. Dhe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 vite me këta shokët e vet ka qenë për atyre që ka duru për hir të Allahut. As nuk ka pas miza dhe dilema. Sot feja është botë njerëzit dilema. Para mendoj vëllazër, na kena pas edhe kena pas në mesin ton njerëz xhamatli që kanë thënë për shembull esenca ja pashës janë qafira. Esenca ja pashës kanë në qafira. Esenca e të tunësusit kanë në qafira. Para mendoj. Ata në shkelma duhet mi përzon. Ata njerëzit kanë pjesë të muslimant. Xhavarixhet nuk kanë pjesë të muslimant. Ata që i shohin qafira vllaznit tonë për xhamia, ato janë musliman. Ato s'ka lidhje me islamin hiç. Dhe ata infektojnë tjerët. Ata infektojnë edhe hoxhallar. Dhe ka prej njerëzve na për mimbere që i marrin hoxhallar ata. Kjo nuk është tamam, nuk ka feja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ja vëllazër. Feja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me dhul khoisire që i ka thënë bëj drejt, nuk ka njëjtë. Dy feja ato. Dy feja. Feja Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe feja e njeriu që vjen në xhami dhe thot, këta, çfarë në fjakitë zota. Po s'marrin vesh kur gjajç. Zdim. Dhe mendon se është më i miri? Se nuk është feja e njëjtë. Andaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Abu Bekri ka thonë, po ta kishim zhduk, çka person që mendon se është më i mirë se na, s'kish pas më xhavariç, amba ka. Ka me pas din kiamet. Xhavariçit janë buspalum. Xhavariçit thonë fjalë të mëdha. Xhavarixhi është populist. Xhavarixhi nuk di munal. Xhavarixhi nuk i dhimbën muslimanët. Xhavarixhi e urron të keqën në shpinë. Xhavarixhi i urrejn muslimanët, gjaki del pysyve. Frika cakash në zemrën e ka të vogël ai. Tutët me kur të ndodh diçka ai zhduk këtë krejt. Kjo është puna e xhavarixhit. Brinat si dalin në vllazër, jo. Jo nuk i dalin vallahi. Brinat si dalin aty. Po na ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Unë e di që ka një pjesë tjetër, e disa talebe në kohën e sotit do spalum njëtë edhe ata. Kur na flasin neve na thonë, sa të folni keq për murxhit, sa të folni keq për xhavarixh, do të fol keq edhe për murxhit. Se na kishe 20-30 vite kena fol, për çka kena fol? Na kena fol për murxhit, njëjtë edhe fol në hala. Ata i kanë deviju ummetin islam. Me por nëse dëni me ditë se kush ja vendos për zgjadhje ummetit islam muslimanëve, çdo sukses, edhe çdo mund, duke i shtyr musliman për zgjadhje dhe bashkinë e fundit, mjafut kufomës apo kutijës së xhenazës, dini që xhavarixht e bën ata. Tang, të fundën edhe sosin mira punë. Për zgjadhje. Nëse dëni me ditë se kush i fut musliman për zgjadhje, është koka e xhavarixhizmit. Koka e njerëzve që nuk kanë dhimbje për muslimanët asnjëherë. Ata që i matin punë me pej. E qesin penin për veti jo. Ama për muslimanët i qesin punë krejt me pej. Me vastërvak i matin mirë. Jo valla. Jo valla. Unë distancohem të Allahu prej fesë të tillë. Unë distancohem prej çdo fesë e cila thirr në fjalë shumë të mëdha me punën e kot vogël hiç. Ja. Është distancu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Prej çdo vepre e cila na çet ummetin islam si ummet cirkus. Jo. Ummeti islam nuk është ummet i cirkusit, jo. Ummeti islam nuk është ummet i njerëzve të cilët vet ata fshihen pas diçkajt e bëjnë perët e masonerisë, ama ai nuk djegat kurr, ai nuk del përpara jo, Muhamedi s'ka qenë përpara se. Lutë Allahu xhela xhelalu që Allah të përmirëson zemrat. Dhe të ruan kuptimet. Na ruan ummetin, na ruan bereqetin. Nëse në zemrën tonë ka pa Allahu diçka prej inatit ndaj muslimanëve, Allah me pastruaj.
O Allah, pastrojnë zemrat nga çdo gill, edhe inat edhe zili, nga çdo shtrembrim i fesë Allahu xhalla xhelaluhu. O Allah, na i ruaj fen dhe rinien dhe çdo gjë e cila është në ummetin islam prej sendeve që punon pas sunës, prej sendeve që kanë punuar në kohën e Osmanit radhiyallahu anhu, prej sendeve që kanë punuar në kohën e Aliut radhiyallahu anhu, prej sendeve që kanë punuar në kohën e Muawiyës radhiyallahu anhu, prej sendeve që kanë punuar kundër Umar ibn al-Azizit dhe çdo imamit të muslimanëve. O Allah, na ruaj neve prej lojave të oborreve që i kanë bërë njerëzit në historisë të muslimanët s'ka loja oborresh. Na ruaj prej çdo prapavie, na ruaj prej çdo inati, na ruaj prej çdo mendje madhësie dhe zilije. Na ban vëllezër, ikhwanen, ala sururin mutakabilin, sikur në xhennet që do të jenë muslimanët, vëllezër pa prapavia, o Allah. Na ban vëllezër pa prapavia, o Allah. Na ban vëllezër pa prapavia, o Allah. Dhe na udhëzon rrugën tonë drejt. Walhamdulillahi rabbil alamin.